Në verën e vitit 1878, fuqitë e mëdha evropiane vendosën fatin e Ballkanit. Në sallat e Berlinit, asnjë shqiptar nuk ishte i pranishëm, por trojet e tyre po coptoheshin mbi tryezë. Plava dhe Gucia ju dhuruan malit të zi, se të ishin tokë pa zot. Ajo që diplomatët nuk e dinin është se ky vendim të dëzgjonte një fuqi të re, forcën shqiptare të organizuar, të bashkuar për herë të parë pas shekuj. Në zemër të maleve, një emër ngrihet si udhëheqës i ri, Ali Pash Gucia. I zgjedhur nga lidhja e Prizrenit, ai bën atë që pak shqiptar kishin guxuar më parë, bashkon fiset muslimane dhe katolike përtej zakoneve e gjakmarrive. Në dokumentet konsullore italiane thuhet se Ali Pasha i kërkoi lidhjes së Prizrenit të mos sillte asnjë osman në mbrojtje të plavës. Nëse vjen ushtri osmane, populli nuk do të besojë se ky është luftim për Shqipërinë. Ishte një luftë vetëm me shqiptarëve për shqiptarët. Në anën tjetër të kufirit, Mali Zi dërgon komandantin e tij më të njohur, Mark Miljanov Popović, apo ndryshe e njohur si Mark Milani, me origjinë shqiptare. Një figurë mbuluar nga misteri e përzier mes legjendave dhe tradhtisë. Në një letër të vitit 1879, Mark Milani shkruan: "E njoh shpirtin e malcorit shqiptar, ai nuk dorëzohet, por ne do ta thyejmë me zjarr." Rekrutimi i shqiptarëve katolik kundër muslimanëve ishte pjesë e strategjisë malazeze, por shumica e tyre nuk pranuan. Dimër i acart, janar 1880. Mbi 7.000 malazez spresin drejt plavës. Në anën tjetër, vetëm disa mijëra shqiptar, por me zemër më të madhe se ushtritë e mbretërve. Forcat e Ali Pashës mbajnë pozicionet e tyre në qafën e Rrapës dhe Pepaj. Në vijën e parë është një emër që do të bëhet legjend: Jakub Ferri. I gjendur përballë gardës së mbretit malazez, të udhëhequr nga Mark Milani, ai sulmon me pushke jahtagan deri në frymën e fundit. Sipas një raporti austro-hungarez, trupi i Jakub Ferrit u gjet me 19 plagë të hapura dhe rreth tij 12 ushtar malazez të vrarë. Ky fakt ende nuk njihet gjerësisht. Kur tymi i pushkëve u zhduk, malazezët ishin thyer. 3 herë provuan të hyjnë në plavë, 3 herë shqiptarët i dëbuan. Lajmi për rezistencën shqiptare u përhap në kryeqytetet evropiane. Gazetat austro-hungareze raportonin: malësorës shqiptarë të plavës dhe Gucis kanë poshtër me guxim ushtrinë e Malit të Zi. Pas kësaj disfate, Mali Zi nuk guxoi të sulmoj më as 1 centimetër të trojeve shqiptare për 32 vjet, deri në luftrat ballkanike. Kjo betejë ndryshoi planin strategjik të tyre për dekada. Çfarë i bëri shqiptarët kaq të pathyeshëm? Nuk ishte numri, as armët, as ndonjë aleat i huaj. Ishte besa, një koncept mistik i lashtë sa malet. Sipas një raporti britanik, malësorët refuzonin pagesë për luftën dhe thoshin: "Nuk luftojmë për para, luftojmë për tokën e të parëve." Kjo frymë e padukshme, misterioze, është arma që shumë perandori nuk arritën kurrë ta kuptonin. Plava dhe Gucia, edhe pse sot nuk janë brenda kufive të shtetit shqiptar, mbeten simbol i rezistencës së pastër kombëtare. Kjo ishte betejë ku shqiptarët provuan se mund të fitojnë pandimin e askujt, ku treguan se kombi nuk është numër, por shpirt. Kjo është historia që pak kush e njeh. Kjo është fitoria që Evropa nuk e priti. Kjo është betejë që ngriti lart emrin shqiptar.